Përshëndetje të gjithëve, mi se erdhë në një tjetër video në kanalin tim. Unë sa kam ndërruar djalin nga robat, kam hequr robat e gjumit, e kam bërë gati për ditën e re, edhe kam marrë kafe, edhe një bugaça këtu, ja ku është, do tregoj. Ham këto, do përpiqemi të bëj ndonjë punë pa me la djalin. Këto do bëjmë sot. Ndërkohë më shihni të veshur me xhup jeans sepse kemi dalë shumë shpejt si shtëpi sot e kemi përcjell Ajlën, do vete në ekskursion me klasën e saj, me kopshtin. Duhet patjetër që të ishte edhe një prind me të. Burri ishte në punë, jo që atje ishin të gjitha gra dhe kishte pak kështu siklet që të vinte vetë ai burr, kështu që opsioni ishte që të vija unë me të dhe të merja dhe djalin me vete, por nuk lejoj që të vija sepse djali është poshtë 1 vjeç. Dhe nuk lejojnë fëmijët poshtë 1 vjeç. Kështu që Ajla vajti menusën e kushuririt të burrit, atje kanë, sepse ka djalin ajo që janë bashkë me Ajlën në klasë, edhe i bërëm asaj një leje që e lejojmë që të merrte Ajlën, edhe kështu që mori ajo. Iku sot, ku do ven, se si u thash, do ven tek një park në Athinë, nuk jam mbaj mend emrin, por është festë e çokoladës sot, edhe kështu që do ven atje ta festojnë. Në fund kemi ditë me diell, duket sikur po ngrohet dhe koha, sepse ka qenë shumë keq këto ditë, sa që dhe unë jam bllokuar pak. Unë do pres, po do vi burri shpejt, që të dalin të vemi në pazar, është ditë e pazarit sot, edhe kam dhe disa punë të tjera jashtë. Por nuk erdhi burri, mund të dal vetë, uroj të më ketë lënë çelsat e mi, se i kam marruar te makina, i marr edhe i harroj gjithmonë atje. Kështu që po do kem çelsa, do marr karrocën dhe mund të dal vetë, pazari nuk e kam shumë larg. Pastaj për punët e tjera dua të vete në një dyqan tjetër, të marr diçka, por s'ka problem. Kur të vij ai nuk është hall shumë i madh. Sot që në mëngjes mbarova dhe punë tek posta, çova një pako që kisha shitur në Vinted. Edhe mora dhe një që kisha bler në Vinted, po a tregoj tani është për Ajlën. Më pëlqen Vinted sepse shesin rroba me etiket edhe shumë lirë. Kështu që atje kam marrë disa fustane Ajlës, po kam treguar disa, duket e janë të tjera nuk kam treguar. Me etiket dhe me 3-4 euro ja vlej. Këtu kam një fustan për në dimër, jo për në verë, për Ajlën. Edhe fustani është ky. Është për krishtlindje, ka këtë rripat kështu me këto topat këtu, që të lidhin të mezi. Edhe ja kështu është. Është shumë i bukur, ju thash është me etiket. 5 deri në 6 vjeçë, gjithmonë jam marrë pak më të mëdha Ajlës këto, nuk ka problem. Edhe po, ja, është ky. Më pëlqen dhe si material. Është shumë i bukur. Ja mora për vitin tjetër, do thoni ju pse kaq shpejt, e gjeta atje dhe vite keq ta lija sepse ishte shumë i veçantë. Zakonisht dyqanit që kemi këtu janë kështu rroba seri, edhe po të bleshi fustan mund t'ja shikosh te disa vajzave të tjera, kështu që përpiqem që Ajlës t'ja marr këto që janë pak më të veçanta. Kështu. Kjo ishte edhe ajo që kisha bler. Ndërkohë po pres edhe pako tjetër.
Nuk e di pse, por këtu në kamera më dalin më shumë quka se sa kur shikoj veten në pasqyrë. Për shembull, këtej në fytyrë nuk e kam vënë në re që kisha, në ballë po dhe te hunda po. Nejse. Unë kam bërë punë deri tani që s'kam hapur fare kamerën. Kam rregulluar dhomën time. Atje kam një banjë të vogël që laj djalin edhe kishte vërtet shumë nevojë që të pastroj, sepse ndonjëherë vendosim dhe gjëra që nuk na duhen, edhe ishte për shumë rrëmuj. Edhe rrobat e palara atje i mbaj. Kështu që sistemova atë, rregullova, edhe tani u zgjua djali, po grindet. Kështu që i dash për të pirë edhe kemi dalë këtu në balkon sepse është ngrohtë, disi, jo shumë. Edhe po rri këtu me mua se po grindet, po rria, po shikon këtë që po tundemi këtu. Sa u ktheva në shtëpi, injoroni rrëmuje sepse s'jam marrë fare me salloni sot. Kam bërë dhomën time dhe ajo ka akoma punë. Dola sepse doja një shport për pashkët, për foto për djalin. Edhe kisha parë diku tek një dyqan vajta të merja. Edhe vajta të merja, por nuk gjeta tek €1. Vetëm një gjeta, është e lezetshme, nuk është se është në një bukuri e rrallë, por besoj që për foto që më duhet mua është mirë, nuk është keq. Tek dyqani që vajta, tek Vikua do me thënë, kush është në Greqi e nje, mora disa gjëra. Nuk kam mbulesa tavoline, kam shumë kohë që nuk kam bler. Kam bler vetëm një për vit të ri, por është me këto, është e kuqe me disa gjëra kështu për thjesht vetëm për Krishtlindje. Por nuk kam për përdita dhe kam vetëm një, edhe vetëm laj thaj vetëm atë kam dhe kam 5 vite me të. Kështu që gjeta tek Vikua, ja, tek këtu, është e lezetshme, është e mirë si material. Se kam gjetur më para, por jo material të mirë. E dua material të butë, jo ca që janë si të ngrira. Kështu që e gjeta dhe unë e kam marrë me përmasa 130 me 170 dhe ishte €7.90. Tjetër, mora dhe një kështu, është si punë kupe ujë, besoj. Nuk e di si quhet mirë. Është xham, por ka dhe këtë veshjen e silikonit dhe kjo kishte vajtur 90 cent. Unë e kam marrë roz, mos ta hap tani sepse dhe djali s'po më lë. Ja. Tjetër kam marrë dhe këto 2 qirin që janë në formë resh. Edhe po më pëlqyen, ishin nga 80 cent një. I mora këto të 2. Dhe një pako bateri, sepse më kanë mbaruar bateritë e pultit të kondicionerit të dhomës. Kështu që e mora dhe këto. Pastaj vajta tek ky €1 që mora këtë shportën. Nuk gjeta tjetër, thash që më duheshin 2 dhe vajta tek një tjetër €1, se mund të gjeja. Atje ishin vetëm ngjyrë të kuqe që s'më hyshin në punë. Nuk e di kush i ble shportat e kuqe. Nuk e di për çfarë i duan, por gjithsesi kishte shumë. Atje gjeta një filxhan. Nuk është shumë i madhi, por është kështu. Më pëlqen sepse ka këtë ngjyrën, është si vintage, edhe duket sikur është i kohë më para, jo tani. Ka këtë këtu mollën, por s'ka problem. Edhe më pëlqeu, nuk është shumë i madhi, por është i lezetshëm, prandaj e mora. Ky ishte €1.50. Këto mora, ndaluam dhe pak në pazar, ishin mbyllur, sepse tani mbyllet, por ishin vetëm 2 tenda dhe morëm domate qershi edhe portokalle.
Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Unë jam bërë pak gati se ju se do vete diku në shtëpi do rri, por mos të dilja këtu si e çmendur. Edhe flokët i kisha shumë keq, kështu që i rregullova pak. Edhe kështu po pi kafe, po rri këtu me djalin sepse po grindet pak, nuk është se ka qëndruar mirë. Na erdhi dhe posta edhe e kapa, se nuk më pritej, po flisja me mamin edhe po ja tregoja dhe asaj. Kisha porositur disa lodra për djalin, për dhëmbët, për zhvillimin, për gjëra të tilla. Edhe e para është kjo këtu. Janë këto lodrat këtu. Besoj se do ja hap të gjitha, se do ja prish ajla. Por do t'i hap vetëm, besoj se një, këtë, ose këtë këtu. Më pëlqejnë janë këto ngjyrat pastel edhe pse ka pak roz, por s'ka problem, lodra për familjen. Tjetër janë dhe këto, kështu, si pun topash, si pun janë të buta, edhe këto janë dhe për dhëmbët, por edhe për zhvillimin, për të forur, për çdo gjë. Janë 0 muajsh, kurse edhe këto më duket 0 muajsh ishin. Po, 0 muajsh. Dhe përse i porosita, do u tregoj dhe vendin se ku i porosita. Më pëlqyer sepse janë jo toksike dhe nuk kanë këto kimikatet, kjo plastika, kjo silikoni, që është BPA-ja dhe kjo tjetër. Kjo tjetra, lid, kjo këtu se nuk e them dot emrin. Edhe prandaj më pëlqyen sepse janë cilësore. Vendi ku i porosit është kjo këtu, Yuki, e ka emrin, nuk është grek, sajt grek, është i huaj, biles këto prodhojnë në Poland, dhe unë kam porositur dhe gjëra të tjera, kam porositur atë jashtëkun e shtatzanis që flen, kam porositur një që vendos te krevati i djalit, edhe për ajlën e kam një të tillë. Kam porositur dhe këtë jastikun e djalit që rri për këtë tummy time. Kam porositur napa, më pëlqej shumë, ka një material shumë të mirë, edhe çmimet janë goxha të mira për cilësinë që kanë. Kështu që po, prandaj dhe jam atje se kam qenë shumë e kënaqur nga të gjitha gjërat. Duam pak ditë që të vinë, këto biles më kanë ardhur më shpejt se herët e tjera. Diku deri në 10 ditë vonojnë, nuk shumë jo. Edhe kështu, nëse keni fëmijë të vegjël apo jeni në pritje të ëmbël, atje ka dhe çarçaf, rrobat janë pak të shtrenjta për fëmijë, po çarçafët janë shumë të lirë për krevatet e bebeve, ka, siç u thash, lodra, ka shumë gjëra. Edhe ky jastiku unë e kam bler shumë lirë, diku tek deri në 18 euro, edhe po, ja vlen. Tani unë do pi kafe, do shikoj një vlog si e pat një vajze të huaje, dhe do merrem këtu me djalin, do përpiqem ta vë në gjumë, se 2 herë kam vendosur, rikthyer në gjumë, por nuk flinte, zgjohej direkt, sepse është pak i lodhur dhe nuk e di çka ka, ndoshta i hanë dhëmbët edhe grindet goxha sot. Kështu që po, me këto do merrem, nuk ju thash që më mori burri tek pasicëria edhe furra bashk. Imja e preferuar. Më mori një molto. Nuk e di me çfarë është, por është me çokoladë. Unë i thash po ka me pistake ose me çokoladë, ma ka marrë me çokoladë. Kështu që do ha dhe këtë, se nuk më la djalit bëja me gjes sot. Me vrap, e kështu. Ka vendosur rrethin e ajlës, nga që po rri afër me djalin edhe nuk dua që ta bezdisi flokët. Edhe kështu. Ika tani, shihemi më vonë. E ka sjell dhe ajlës një dhuratë për Pashkët, sepse për një javë janë Pashkët, edhe imagjinoni si çfarë bëhet këtu me ëmbëlsira me gjëra. Edhe është kjo qesja këtu. Ka këto çokolata, ka këto biskotat, do jap ndonjë nga këto biskotat çokolata, nuk besoj. Ka dhe këto çokolatat kështu me lepur që janë interesante. Është dhe një tjetër. Ja, me zagon këtu.
Edhe do I hap që këto çokolatat që janë kështu të hapura, tu bëj ndonjë foto të bukur. Por pa I para Ajla gjithmonë. Sepse nuk ju thash si ja kishte kaluar Ajla tek festa e çokoladës. Kishte kaluar mirë, por kishin marrë shumë nga këto marshmallow, nga këto Haribot. Kishte marrë goxha edhe hëngri disa dhe imagjinoni mbrëm nuk ishte shumë vajze mirë. Filloi të qante, nuk dua të vete më tek festa e çokoladës. Thjesht ishte kënaqur shumë, thjesht ja thoshte pjesa që ishte shumë e lodhur edhe ndikon dhe sheqeri që kishte ngrënë këto. Kështu që do ja fshes sepse nuk duhet që të hajmë. Do ja tregoj ato marshmallow, këto. E kishte qese plot. Erdha pak këtu të edhe me Ajles që t'ju flas, sepse është bërë darkë edhe ka vendosur fëmijët në gjumë, kështu që nga salloni nuk flas dot se andej po fle Ajla, akoma nuk pranon të fler te krevati I saj, por s'ka problem. Nuk ju ka marrë fare me vete sot, sepse jam marrë me djalin, është grindur goxha. Është kjo pjesa e regresit muaj të 4 dhe po edhe natën ngrihet më shpesh edhe ditën qan edhe kështu ka këto fazat. Sot kishte Ajla ditën e pishinës dhe shkuam të gjithë. Shkova dhe unë ta shikoja se e di që ajo ka qejf. Pavarësisht se unë nuk kam qenë njëherë që isha erdha direkt se qaun të djali shumë edhe më solli burri direkt e ikun përsëri tek Ajla. E lam me një të afërm gjithmonë atje, jo vetëm. E provuam edhe sot edhe djali qëndroi, biles fleti gjumë atje, e zuri gjumi. Edhe e pash Ajlën sot dhe e pash edhe u kënaq që isha unë atje. Shifte gjithmonë nga dritarja që nëse po shikoja unë apo jo. Dhe kështu. E pash që ju bëdhe qefi Ajlës se ka ca kohë se që kur ka lindur djali deri më sot unë kam qenë shumë pak prezente në këto aktivitetet e Ajlës që ka patur. E shoh që I mungoj se më para I bënim çdo gjë bashkun edhe ajo. Edhe e shoh që I mungoj edhe ndihet keq, por nuk e shpreh shumë. Kështu që sot vajta u kënaq ajo. Edhe për ekskursionin që bëri tek ajo ditën e çokoladës te ai parku, që vajti tek ai parku, unë nuk ju fola shumë, po kur erdhi ka darka që do flinte gjumë, filloi të qante e të thoshte që nuk dua të vete më te parku I çokoladave dhe filloi të qante me të madhe. Një e kishte nga lodhja, dy e kishte nga ndonjë ëmbëlsi që hëngri atje. Edhe 3 ka edhe nga kjo pjesa që mërzitur që nuk ishte asnjë që të gjithë fëmijët ishin me mamat e tyre, vetëm kjo si ishte. Me qau djali dhe mundesh që ta mbyllja edhe e kisha më vetëm për pjesën e Ajlës që ndihet pak e lën pastore, se edhe djali është pak I vogël, po ja tani u rrit, javën tjetër bën 5 muajsh edhe ngrohet dhe koha, inshallah, sepse si e ka nisur, është shumë ftohtë, por do ngrohet dhe koha dhe nuk do ta lë më vetëm, do marr dhe djalin e do vetëm në çdo vend me të. Edhe kështu. Unë tani ka vendosur disa kocka viçi që t'i zijej me karrotë dhe me qep, edhe me hudhra dhe t'i bëj si punë kolagjeni që t'i fus në frigorifer dhe t'i kem për gjellëra, për supra, për kështu gjëra të tilla. Dhe do t'i lë një 3-4 orë po. Kanë më duket 1 orë që I ka vendosur. Do laj dhe enët se gjysmat më ngelen pa I larë të drekës. Se po nuk po më linte djali. Edhe do ha diçka, nuk e di se ka menduar akoma çfarë do ha për drek, çfarë do ha për darkë.
E pastaj do fle se më zgjohet djali pak shpesh këto kohë natën edhe kështu që më duhet që të fle më shpejt, të fle ndonjë orë mos të ndihem e lodhur. E di që kam bërë shumë mungesa këto kohë, nuk kam shutur. Jam përpjekur të filmoj, por prap nuk më ka pëlqyer, jo e kam lënë për gjysme. Jo ftohen një herë me një kuzëri. Kisha filmuar dhe po bëja edhe një vlog shumë të bukur se kisha bler ekspres të ri edhe gjëra kështu po tregoja. Edhe kështu që ngelli për gjysmë, ai e lash fare se mbas 1-2 javësh hapa tjetër. Tek tjetri filloi në të nesërmen djali qante shumë fare edhe disa ditë bëri ashtu që grindej shumë dhe nuk kisha mundësi të filmoja fare. E lash dhe atë dhe kështu që fillova këtë dje. Nuk e di sa kam filmuar dhe si, por gjithsesi bëj më të mirën time këto kohë. Mos harroni të bëni subscribe që të ecim dhe pak, të më ndihmoni dhe të më motivoni në këtë kohë, kështu që është pak e vështirë për mua. Edhe ne do shihemi në vlogun tjetër. Deri atëherë kujdesuni me shëndetin se është ai më i rëndësishmi. Edhe mirupafshim.